Kandidati i Partisë Socialiste vullnet Sinaj takim me banorët e Treblovës, angazhim për rritjen e buxhetit të bashkive. Një bashkëbisedim i ngrohtë dhe i sinqertë të zhvilluar mes kandidatit të Partisë Socialiste vullnet Sinaj dhe banorëve të fshatit Treblov. Në këtë takim banorët shprehen mirënjohje dhe mbështetje për kandidatin, duke cilësuar si njeri të fjalës së mbajtur. Ata vlerësuan faktin se rruga e Treblovës është realizuar falëmbështetjes së tij dhe theksuan se është hera e parë që votojnë për deputetin që duan. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Netil Bellaj u shpreh se pjesëmarrja e lartë në këtë takim është dëshmi e besimit që komuniteti Treblovës ka për kandidatin Sinaj. Treblova do kthehet në të ardhmen një nga fshatrat ku do të ketë një zhvillim të turizmit. Sepse ju jeni njerëz fisnik edhe njerëz punëtor. Ne këtë punë se bëjmë vetë. Ne e bëjmë së bashku. Me fuqinë e jepni ju. Vullneti për të 8 vitet që ka qenë deputet, fuqinë që ka dhënë populli e ka përdorur për popull. Në tërmet dha 200 milion lekë, 100 nga vetja, 100 nga biznes. Ka bërë një shtëpi, ka ndihmuar një familje dhe këtu në Treblov, por në gjithë bashkim. Dhe deputet që jep, nuk vin deputet të marrë. Dhe vullneti është një zë i fuqishëm parlament, i cili më duhet edhe mua. Duhet se ndryshe kur shkoj vetëm dhe ndryshe kur shkoj atje me një zë i cili ka edhe pëlqimin e kryeministrit. Në fjalën e tij vullnet Sinaj theksoi se nuk ishte fushata ajo që kishte sjell në Treblov, por dashuria dhe respekti i njerëzve. Forca ime qëndron tek ju. Ju dhe çdo fshat i Laboris jeni bërë shtabi im. Sot keni zërin tuaj, nesër ky zë kalon te unë. U shpreh ai. Sinaj shtoi se do të angazhohet për rritjen e buxhetit të bashkive në mënyrë që të realizohen më shumë investime në zonat rurale, me qëllim përmirësimin e jetesës së komunitetit. Kam parë dhe dje punën tuaj që bëni këtu në Treblov dhe gjithandej. Pra një njerëz punëtor. Unë nuk u përpoqa për të bërë rrugën për vota, po e bëra rrugën sepse më thret gjaku dhe shpirti i gjyshes time. Më thret dashuria juaj që jeni sot këtu me mua dhe në këtë botë nuk ka gjë më të shtrenjtë dhe më të mirë se sa respekti dhe dashuria e njerëzve. Dhe kjo është krenari për mua dhe respekti që unë kam për ju sot. Nuk bëhesh do të politikan kur populli të jep mandatin. Politikan bëhesh kur populli të jep mandatin dhe ti e ke merituar dhe e merr nga një listë e hapur. Atëherë je bërë politikan. Kur ti ke fituar respektin e njerëzve, nuk është kollaj të vish dhe të kërkosh mandat të tretë. Një gjë bëra që nuk ndënja në vend. Kërkova të ndihmoja për subvencionet, hapa një zyrë për të zgjidhur hallet. Por sot që flasim bashkë, unë e di se ku qëndron forca ime. Forca ime qëndron tek ju, tek populli Treblovës dhe i gjithë Lavërisë dhe i Vlorës. Sikur të më kishin pyetur, do rish në listë hapur apo në listë mbyllur, do kisha zgjedhur në listë hapur, sepse doja hakun tim, atë që më takonte mua dhe jo vota. Unë i kam të gjithë njësoj. Në Milano më erdhi një, siç vinin këta vlonjatët atje dhe më thot njëri më një, tash jo nuk të njoh. Kam ardhur këtu tha në Milano për të respektuar ty, më thënë. Po pse i thash? Sepse ti or burr tha nuk bëre një dallim në politikë, tha, kush është i majti, kush është i djathtë. Prandaj sot në këtë ditë, jo vetëm për këtë rrugën e Treblovës, por për iniciativën e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës që ka marrë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është Partia Socialiste që ka një mision historik për këtë vend, antarësimin në Bashkimin Evropian. Asnjë deputet me 1 mandat, 2 mandate, 3 mandate nuk është në listë të sigurt. Janë listë të hapur. Shumë mirë ka bërë Partia Socialiste, sepse ka ndarë mendjen që i duhen njerëz për ta bërë këtë vend. Edhe mua, shumë mirë ma ka bërë. Edhe të më thoshte që do ishte listë, nuk do rria. Që kur të vi këtu në Treblov, apo kur shkova në Romës dhe në Resulaj, që nuk kemi bërë dot këtë që bëjmë në Treblov, të qëndroj me këmbë në tokë dhe përpara njerëzve. Se votën time për të më çuar në parlament, ma jep populli. Dhe kur të shkoj në atë parlament që tulem në atë karrige, duhet të di që ajo është e popullit.